Ndërhyrja e policisë në Lazarat ishte e domosdoshme dhe ne jemi në mbështetje të shtetit, i cili po godet trafikantët e drogës duke zbatuar ligjin. Kështu është shprehur kryetari i Frymës së Re Demokratike nga qyteti i Lezhës, pas një takimi të organizuar me strukturat e kësaj force politike në këtë qytet. Inkurajojmë çdo veprim të shtetit për të rivendosur ligjin kudo në çdo cep të territorit shqiptar. Padyshim ka nevojë të inkurajohet, por nuk ka nevojë që sot çdo ekran të mbulohet me show të kësaj natyre. Nga ana tjetër, reagimi i opozitës më duket i pavënd, sepse kjo tregon pastaj që politika shqiptare nuk ka menduar për shtetin, nuk ka menduar për zhvillimin e projekte të rëndësishme në gjithë Shqipërinë, por ka menduar që një rast konkret ta zhvillojë si një moment negativizmi për çdo aksion që vjen nga strukturat e shtetit. Kreu i FRD-s Bamir Topi diskutoi me strukturat e Lezhës për përgatitjet e zgjedhjeve vendore të vitit 2015.